Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu waliyus salihin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Po vazhdojmë me lejen Allah tebaraka wa taala me komentimin e surës Al-Qamar, e cila është prej sureve mekkase. Dhe dim që temat e sureve mekkase kanë bëjnë më shumë me thirrjen në adhurimin e Allahu xhalla xhelaluhu një dhe vetëm. Ku dhe Allahu xhalla xhelaluhu i thret Mekast Kurejsht që të marrin mësim nga historitë e ndryshme të cilat ju kanë ndodhur kundërshtarëve të pejgamberëve të mëparshëm. Thot Allahu xhalla xhelaluhu në fillimin e kësaj sureje: Iqtarabat as-sa'a, me të vërtetë është afruar kiameti. Transmeton Buhariu, Allahu mëshiroft në sahihun e tij, një hadith nga Sahel ibn Sa'd, e po ashtu edhe nga Anas radhiyallahu anhu, ku thot Sahel ibn Sa'di radhiyallahu anhu që ka pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke i bërë dy gishtat bashkë, gishtin tregues dhe gishtin e mesëm. Dhe thot bu'ithtu was-sa'a ka hataini, me të vërtetë jam dërguar unë dhe kiameti sikurse këta dy gishta që janë afër. Ashtu është afër edhe kiameti, është shumë afër me kohën në të cilën jam dërguar unë. Po ashtu thot Allahu xhalla xhelaluhu në surën Al-Anbiya në fillimin e saj në ajetin e parë: Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Ju është afruar koha e llogaridhënies njerëzve, ndërsa ata janë gafila, janë të shkujdesur dhe ja kanë kthyer shpinën udhëzimeve të Allahu xhalla xhelaluhu. Me këtë fakt, ku Allahu na tregon se është afruar koha e kiametit, e ka dhe një arsye, e ka dhe një mesazh për ta përçuar, që o ju Mekkas në atë kohë, o ju përgënjeshtar, o ju njerëz në përgjithësi, dijeni që kjo ditë është duke u afruar, edhe dijeni që keni me dalë para Allahu xhalla xhelaluhu, edhe dijeni mirë që keni me u ringjallë dhe keni me jap llogari për gjithçka. Për atë arsye Allahu na tregon se kjo ditë kaq e madhe është afruar shumë. Siç tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, bu'ithtu was-sa'a ka hataini, sikur se këta dy gishta bashkë. Wa inshaqqa al-qamar, edhe tregon Allahu xhalla xhelaluhu në pat njëjtin ajet në ajetin e parë, një prej shenjave të kiametit, e që është qarja e hënës, e cila ka ndodhur në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pas kërkimit të mushrikëve që ai të vjen me një ajet apo me një argument që është i dërguar i Allahut sallallahu alaihi wa alihi wasallam. E këto hadithe, të cilat flasin për qarjen e hënës, janë të transmetuar në dy sahihat, në Sahihun e Buhariut dhe Muslimit, nga disa sahabi, nga një numër i sahabive, ndërta Enes radhiyallahu anhu, Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Ibn Masudi, Jubair ibn Mut'im dhe të tjerë. Pse ka ndodhur kjo ngjarje? Domethënë, cili është shkaku i qarjes së hënës? E transmeton Buhariu, Allahu qoftë i kënaqur me të dhe mëshiroft, në Sahihun e tij një hadith nga Enes radhiyallahu anhu, i cili thotë se أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية. Mekast kanë kërku prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që t'ju vjen me një argument. Që t'ju vjen me një argument, që t'ju dëshmoj që është i dërguar i Allahut sallallahu alaihi wasallam. Fa arahum inshiqaq al-qamar. Dhe ai ja u mundsoi që ta shohin qarjen e hënës në dy pjesë. Në cilin vend ka ndodhur kjo ndodhi, edhe kush prej sahabive ka qenë prezent aty, edhe këta transmeton Buhariu në Sahihun e tij, nga Abdullah ibn Abbas, nga Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, i cili thot: Inshaqqa al-qamar wa nahnu ma'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi Mina. Ka ndodhur qarja e hënës, duke qenë ne, Abdullah ibn Mas'ud dhe disa sahabi tjerë, me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në Mina, që është afër Mekës. Dhe ka thënë aty pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: Ishhadu, dëshmani o ju shokët e mi që ka ndodhur kjo cilën e kanë kërku Kurejsht. Është qa hëna edhe është realizu premtimi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe është dalë pa fjala e tij që ai është
me të vërtetë dërgumi i Allahut sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ku edhe në transmetime të tjera thot Allahumma shhad, o Allah ti dëshmo për mua që unë ja kum transmetu këtë dinë dhe unë ja kum transmetu gjithçka që ka ardhur prej teje. E cila ka qenë kundërpërgjigja për reagimi i Mekazve karshi kësaj ngjarje, edhe këta transmeton Tirmidhiu në sunenin e tij nga Jubair ibn Mut'im radhiyallahu anhu, i cili thot inshaqqa al-qamaru ala ahdi an-nabi sallallahu alaihi wasallam hatta sara firqatayn. Është qarë hëna në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, saqë është ndarë në dy pjesë. Ala hadha al-jabal wa ala hadha al-jabal. Edhe ka bo me isharat, ka tregu që gjysa e hënës ka qenë tek një kodër, edhe gjysa tjetër e hënës ka qenë tek kodra tjetër. Faqalu, dhe kanë thënë mushrikët, kundërshtarët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, saharana Muhammedun. Na ka bo neve sihr Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Edhe pse e kanë pa me sytë e tyre, prapse nuk e kanë besu. Edhe kanë shpif për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, kanë thonë që ai ka bo sihr. Ku thonë disa prej tyre, faqala ba'duhum la in kana saharana fama yastati'u an yashara an-nas kullahum. Nga se ka pas u kon një grup i kurejshve, cilët kanë qenë udhëtar dhe kanë qenë duke u kthyer në Mekë. Edhe ata kanë pa çarin e hënës. Edhe pse s'kan pas bën diçka me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam në ato momente, nuk e kanë ditë që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka bëu me isharat edhe është qahëna. E disa prej tyre thonë nëse na ka bëu sihr neve që kemi qenë prezent, atëherë s'ka mujt më bëu sihr edhe atyre të cilët kanë qenë në udhëtim dhe e kanë pa këtë ndëdhi me sytë e tyre. Pastaj tregum që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë Allahumma shhad, dhe ka thonë njerëzve të tjerë ishhadu, domethënë dëshmoni se fjala e Allahut iqtarabat as-sa'a wa inshaqqa al-qamar është e vërtetë dhe është e saktë. Dhe është wahi i shpallë prej Allahu xhalla xjalaluhu, edhe dëshmoni që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është i dërguari i tij. Në vazhdim thot Allahu xhalla xjalaluhu wa in yaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Edhe nëse këta kundërshtar, siç kanë bërë dhe kundërshtarët e pejgamberëve të tjerë para tyre, nëse e shohin të një ajet argument, sikur se është qarja e hënës, prap e mohojnë atë argument. Edhe thonë që është sihr i vazhdueshëm. Është magji që cilën po e bojnë pejgamberët e Allahut xhalla xjalaluhu. Magji e vazhdueshme apo magji e kotë apo magji e cila kalon me kohën. Krejt këto janë transmetuar në etherët e sahabëve dhe tabinëve. Wa kadhabu wattaba'u ahwa'ahum wa kullu amrin mustaqir. E kanë përgënjeshtru këtë ajet, padyshim, edhe i kanë pasu qefet e tyre. Nga se ata kanë dashur rahatin, kanë dashur mos me u bindë Allahu xhalla xjalaluhu, edhe mos me marrë për të parin e tyre Muhammedin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. E sikur ata të kishin dashur me besu, ata kishin besu, edhe ju kish mjaftu fjala Allahu xhalla xjalaluhu si argument. S'kishin pas nevojë për diçka tjetër. Nga se Allah thot në surën Al-Ankabut për Kur'anin, bel huwa ayatun bayyinatun fi suduri alladhina utul ilm. Me të vërtetë këto ajete të Kur'anit janë ajete tepërqarta, argumente nga Allahu xhalla xjalaluhu, të cilat janë në zemrat, në gjoksat atyre të cilëve ju është dhënë dituria. Wa ma yajhadu bi ayatina illa adh-dhalimun. Dhe nuk i mohon këto ajete, nuk i përgënjeshtron këto ajete, vetëse dikush i cili i bën zullum vetes me shirk edhe me kufër edhe me gjunoha. Domethënë ju kish mjaftu ky Kur'an, sikur të mos ti kishin bërë zullum vetes. Po ashtu thot Allahu xhalla xjalaluhu në surën Al-Ankabut, awalam yakfihim anna anzalna alayka al-kitab. Pse nuk ju mjafton atyre, ju besimtarë kurajshve me kazve, ky Kur'an cilin ta kemi zbrit ty o Muhammed, yutla alehim, i cili edhe po ju lexohet atyre, po ju qartësohet gjithçka nga ana e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, të cilët vetë i ka zbrit përmes melekut Xhibril. Inna fi dhalika la rahmatan wa dhikra. Me të vërtetë në këtë Kur'an ka mëshirë të madhe, edhe ka përkujtim për ata që dënë mu përkujtu, li qaumi yu'minun, për një popull cilët e besojnë Allahun xhalla xjalaluhu. Siç e kemi përmendur në surën Qaf, Allahu thot inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam' wa huwa shahid. Ka përkujtim këtë Kur'an edhe përfiton shumë nga ky Kur'an ai cili ka zemër të pastërt, e cila është e gatshme me prit të vërtetën, cilën e ka zbrit Allahu xhalla xjalaluhu, edhe kur ajo lexohet
edhe shpjegohet Kur'ani dhe Suneti, ata dëgjojnë mirë. Dëgjojnë edhe janë të pranishëm me zemrën e tyre. Pastaj në vazhdim thotë Allahu xhalla xjalaluhu wa kullu amrin mustaqir. Dhe çdo çështje është e caktuar edhe vjen ose bjen në vendin e vet. Ndër këto gjëra është edhe dënimi i juaj o Kurajsh. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ. Thotë Allahu xhalla xjalaluhu, këtyre Kurajshve ju ka ardhur prej umeteve të kaluara qërtim apo vrejtje serioze. I ka qërtu Allahu xhalla xjalaluhu edhe ja u ka tërheq vrejtjen seriozisht që ata të kthehen në rrugën e Allahu xhalla xjalaluhu. Hikmetun baligha. Ky Kur'an me të vërtetë është urtësi absolute, urtësi e plotë. Fema tughni an-nudhur, por se atyre nuk ju bëjnë dobi qërtimet. Atyre nuk ju bëjnë dobi qërtimet e këtij Kur'ani i cili është urtësi e plotë. E pasi që kështu është gjendja, Allah i thotë pejgamberit tonë sallallahu alaihi wasallam, fatawalla anhum. E te o Muhammed, largohu prej tyre. Mos u mirë me ta. In alejka illa al-balagh, ty nuk takon diçka tjetër veç se kumtimi i kësaj shpalljes. Nuk ke mundësi me udhëzu ata këndon, innaka la tahdi man ahbabt. Me të vërtetë Muhammed, ti s'ke mundësi me udhëzu këndon, walakin Allah yahdi man yasha, por se vetëm Allahu xhalla xjalaluhu udhëzon ata këndon. Shpesh herë Allahu xhalla xjalaluhu në Kur'an i thot pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, largohu prej tyre. Leja ata, mjaftohu me kaq. Siç thot Allahu xhalla xjalaluhu në surën An-Najm, fa'arid amman tawalla an dhikrina. Largohu Muhammed prej atyre të cilët largohen nga Kur'ani jon, nga përmendja jon. Walam yurida illa al-hayat ad-dunya. Dhe largohu prej atyre të cilët pasi që ju kanë larguar këtij Kur'anit, e kanë dashur veç dynjan, jo diçka tjetër. Edhe si shkak i dashurisë të madhe që kanë pas për dynjan, janë larguar prej librave të Allahut xhalla xjalaluhu. Yawma yad'u ad-da'i ila shay'in nukur. Edhe prit e ditën edhe përkujtoj ditën o Muhammed, kur meleku Israfil do të fryej në surr. Përkujtoj këtë ditë, kur ka mendohet diçka tepër e tmerrshme, diçka që asnjëherë krijesat nuk kanë pas mundësi me pa. Pastaj tregon se si do të jenë ata jo besimtar kur të fryhet në surr. Thot Allahu xhalla xjalaluhu, khush'an absaruhum. Ata do të kenë shikim të përulur edhe të poshtruar. Yakhrujuna min al-ajdathi ka'annahum jaradun muntashir. Dhe do dalin prej varrezave sikur të ishin karkaleca të shpërndar. Me shpejtësi të madhe dhe njerëz numër tepër të madh. Krejt dalin prej varrezave dhe drejtohen tek Allahu xhalla xjalaluhu. Muhti'ina ila ad-da' yaqulu al-kafiruna hadha yawmun 'asir. Shkojnë tek thirrsi i tyre me shpejtësi tepër të madhe. Kur dalin prej varrezave. Edhe thonë me të vërtetë kjo është një ditë tepër e vështirë. Shikoni dallimin çka thot Allahu xhalla xjalaluhu për veten e tij në lidhje me këtë ditë, edhe çka thonë jo besimtarët lidhje me veten e tyre për këtë ditë. Jo besimtarët friksohen edhe dalin me shpejtësi të madhe pa liritë zgjedhjes, edhe drejtohen për te Allahu xhalla xjalaluhu. Edhe thonë hadha yawmun 'asir. Me të vërtetë kjo ditë është ditë tepër e vështirë. Ndërsa Allahu xhalla xjalaluhu thot në surën Qaf, yawma tashaqqaqu al-ardu 'anhum, ditën kur do të qahet toka dhe do të dalin ata dhe tregon mënyrën se si dalin sira'an me shpejtësi tepër të madhe, dhe thot dhalika hashrun 'alayna yasir. Me të vërtetë kjo ditë dhe me të vërtetë kjo mbledhje e gjithë këtyre njerëzve për llogaridhënie është ditë tepër e lehtë, është diçka tepër e lehtë për Allahun xhalla xjalaluhu. Ndërsa mohuesit që kanë mohuar këtë ditë thonë hadha yawmun 'asir, kur e shohin edhe të bindën që ka vërtet, thonë kjo është me të vërtetë ditë tepër e vështirë. Pastaj vazhdon Allahu xhalla xjalaluhu e ngushëllon pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe i tregon që edhe pejgamberët e tjerë janë përgënjeshtruar prej popujve të tyre. Ja lehtëson me një mënyrë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, po edhe i kërcënon edhe u tërheq vrejtjen me kazve thot kadhabat qablahum qawm nuh fakadhabu 'abdana wa qalu majnunun wazdujir. Me të vërtetë Nuhun alayhi salam, i cili ka qenë dërguari i parë, e ka mohu populli i tij. I kanë përgënjeshtruar gjithçka që ka ardhur prej tij, prej robët e Allahut alayhi salam, Nuhut alayhi salam. Edhe kanë thonë majnunun wazdujir. Kanë thonë që ky është njeri i çmendur, edhe
e kanë dalu prej thirrjes tij dhe kanë kërcënu, saqë edhe kanë shoh Nuhun alayhi salam. Siç thot Allahu xhalla xjalaluhu në surën Ash-Shu'ara, qalu la in lam tantahi ya Nuhu latakunanna min al-marjumin. Ka thonë o Nuh, nëse nuk ndalesh prej davetit që jetën e bo, dije që kena me të vra me gurzim. Kjo ka qenë një prej kërcënimeve që kanë bo populli i Nuhut alayhi salam. Fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir. E kjo është gjendja e rabëve të mirë të Allahut, dhe pejgamberëve të Allahut, njerëz cilët kanë tauhid në zemrat e tyre, e njësojnë Allahun xhalla xjalaluhu edhe jetojnë edhe vdesin për fjalën la ilaha illa Allah, ku me të vërtet me njëherë kur kanë mundime në jetë, ose vështirësi në jetë, ose kërcënime në jetë, i drejtojnë Allahu xhalla xjalaluhu. Fada'a rabbahu, e ka lutë Nuhu alayhi salam Zotin e tij me njëherë, edhe i ka thonë anni maghlubun, me të vërtet mu më kam poshtë këta njerëz, fantasir, ndihmomu Allah. Sa i përket duas, këtij adhurimi tepër të madh, thot Allahu xhalla xjalaluhu në surën An-Naml, amma yujibu al-muttarra idha da'ahu wa yakshifu as-su. Kush është ai përveç Allahu xhalla xjalaluhu, i cili i përgjigjet njeriu të shkret, njeriu i cili ka nevojë të madhe? Kush është ai përveç Allahu xhalla xjalaluhu? Amma yujibu al-muttarra idha da'ah. Amo kjo kërkohet me lut Allahun xhalla xjalaluhu, me pas në zemër tauhid, me pas zemrën e pastërt, edhe me u drejtu Allahu xhalla xjalaluhu me lutje. Wa yakshifu as-su, edhe është Allahu xhalla xjalaluhu ai i cili largon atë keqen. Thot Allahu xhalla xjalaluhu në surën Ghafir, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Është premtimi Allahu xhalla xjalaluhu dhe ka thënë Zoti juaj, më thirrni mua, lutuni mua dhe unë ju përgjigjem juve. E pse ka thonë Nuhu alayhi salam që është në poshtë dhe ka kërku ndihmë për Allahu xhalla xjalaluhu? Thot Allahu subhanahu wa ta'ala në surën Al-Ankabut, wa laqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim 1000 sanatin illa 50 ama. Ne kemi dërguar Nuhun alayhi salam te populli i tij, ku ka bo davet dhe ka nejt me ta 1000 vjet pa 50, 950 vjet. Fa akhadhahum at-tufan. Dërsa ta i ka marrë tufani, wa hum zalimun, duke qenë gjunahçar, zullumçar tepër të mëdhej, duke bërë shirk edhe kufër. E dihet që populli i Nuhut alayhi salam kanë qenë prej njerëzve që mas shumti i kanë përgënjeshtruar pejgamberët e tyre. Mas shumti kanë përgënjeshtruar pejgamberin e tyre Nuhun alayhi salam. Edhe pse ai ka qenë i pari, thot Allahu xhalla xjalaluhu në surën An-Najm, wa qauma Nuhin min qabl. I tregon disa popull, i flet për ta, për Adin, Thamudin e kështu me radhë, e thot edhe populli i Nuhut para krejt këtyne, innahum kanu hum adhlama wa atgha. Me të vërtet populli i Nuhut alayhi salam kanë bën më shumë të zullum vetes, me shirk edhe me kufër edhe me gjunahe, edhe më shumë të kanë tepruar. Kundërshtar të mëdhej pejgamberit tyre kanë qenë. Pastaj vazhdim thot Allahu xhalla xjalaluhu, fa fatahna abwab as-sama'i bima'in munhamir. Flet për dënimin që ka pas ky popull pastaj nga Allahu xhalla xjalaluhu dhe thot se Allah i ka hap dyert e qiellit. Allahu xhalla xjalaluhu i ka hap krejt dyert e qiellit për mi dënu ata. Edhe i ka dënu me një ujë të vrollshëm ku e ka lshu shiun me një presion tepër të madh, edhe me një shtypje tepër të madhe, një pas njëshme. Ky është dënimi i parë që kanë pas në dynja, me ujë të madh prej qiellit. Wa fajjarna al-ardha uyuna. E pastaj Allahu xhalla xjalaluhu e ka shpërthy tokën, e ka bë burime, krejt toka u bë burime, kanë shpërthy burime treja ku ka rrjedh ujë. Ky ka qenë dënimi tjetër, burime të shumta të ujit. Ku thot Allahu xhalla xjalaluhu, faltaqa al-ma'u ala amrin qad qudir. Dhe aty është taku uji i qiellit me ujin e tokës, me urdhën e Allahu xhalla xjalaluhu, cilën e ka caktuar Allahu shumë kohë më parë në librin që ka shënuar çdo send që ka ndodhur, e që është al-lawhu al-mahfuz. Wa hamalnahu ala dhati alwahin wa dusur tajri bi a'yunina jazaan liman kana kufir. Pastaj Allahu xhalla xjalalu tregon që kjo anije ka lëndru në përvalt e mëdhaja dhe dallët e mëdhaja detit. Edhe tregon që këto dallgje kanë godit njëna tjetrën, edhe Allahu xhalla xjalalu ka pa me sytë e tij edhe ka rujt Nuhun alayhi salam, dhe ka qenë
mbikëqyrjen edhe mbrojtjen e Allahut Jalla Jalaluhu. Edhe tregon që Nuhu alayhis salam e ka ndërtu këtë anije me gozhda edhe me drasa. Edhe ka qenë, thuhet që ka qenë njeri i parë i cili ka ndërtu anije me drasa dhe me gozhda. Edhe kjo anije si shtam ka lëndru në mbikëqyrjen e Allahut subhanahu wa ta'ala, edhe kjo si shpërblim për atë i cili është mohu. E që në këtë rast është Nuhu alayhis salam, shpërblim për Nuhun alayhis salam, po disa thonë që është për qëllim që Allah azza wa jalla ka bërë këtë për veten e tij, për shkak se edhe Allahu xhalla xhelalu padyshim është mohu bashkë me Nuhun alayhis salam. Wa laqad taraknaha aya fa hal min mudakkir. Thot Allahu xhalla xhelalu me të vërtetë këtë histori Nuhut alayhis salam me gjithçka që ka qenë, me ndërtimin e anijes, me kufrin apo mohimin, mosbesimin e njerëzve në kohën e tij, kundërshtarëve të tij, me ndërtimin e anijes, me gozhda edhe me drasa. Krejt këtë histori Allah xhalla xhelalu thot e kalon argument për njerëz që vinë pas Nuhut alayhis salam. Edhe anija ka mbetë si argument që me pa njerëz që ka shpëtu Nuhu alayhis salam në atë anije bashkë me besimtarët, për cilët thuhet që kanë qenë rreth 80 veta. Po edhe historia si histori ka mbetë e shkruar në Kur'an edhe përfitojnë njerëz prej saj edhe sot. Asaj përket Nuhut alayhis salam dhe popullit të tij e dim historinë që ka përmendur Allahu xhalla xhelaluhu në surën Hud. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala wa hiya tajri bihim fi mawjin kal jibal. Me të vërtetë kjo anije ka lundru në përdete, në përvalë të mëdha, në përdallë të mëdha, sikurse të ishin kodra dhe male. Wa hiya tajri bihim fi mawjin kal jibal wa nada Nuhun ibnahu wa kana fi ma'zil. Në këto çaste Nuhu alayhis salam besimtarët kanë hyrë në anije dhe i kanë ftuar njerëz të tjerë, edhe ka ftuar djalin e vet e ka thirr. Dhe i ka thonë ja bunayya kam ma'ana wa la takun ma'al kafirin. O birim, hip me neve në anije dhe mos u bë bashkë me kufart, bashkë me ata që kanë mohu Allahun xhalla xhelaluhu. Ndërsa ai thot Allah kana fi ma'zil. Ai është larguar dhe është distancuar prej besimtarëve. S'ka dashur me hyrë me ta. Edhe ka thonë qala sa'awi ila jabalin ya'simuni min al-ma. Unë kam hypë dhe kam shku me mbrojt të një kodër e cila kam mbrojt mu prej ujit. E çka i ka thonë Nuhu alayhis salam? Qala la 'asima al-yawma min amri Allahi illa man rahim. Dije që nuk ka kush të mbron edhe të ruan sot prej kësaj çështjes cilën Allahu xhalla xhelaluhu ka caktuar përveç Allahut. Kërkush tjetër kanë Allah ka mëshiru ka me hypë në këtë anije. Tjerët kanë me vdek. Wa hala bainahuma al-mawju fa kana min al-mughraqin. Edhe mes tyre pastaj kanë ardhur dallë të mëdha, edhe është përmbyt djali Nuhut alayhi salam. Thot Allahu xhalla xhelaluhu në vazhdim: fa kayfa kana adhabi wa nudhur. Pyet se si ka qenë dënimi im edhe si ka qenë kërcënimi im. E patjetër që dënimi i Allahu xhalla xhelaluhu ishte dënim madhështor me ujë prej qiellit dhe prej tokës. Dhe kërcënimi i Allahu xhalla xhelaluhu ishte i vërtet, nga sa Allahu e vepron atë që e premton. Pastaj Allah thot në ajet wa laqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikr fa hal min mudakkir. Ajeti i cili përmendet 4 herë në këtë sure. Thot Allahu xhalla xhelaluhu me të vërtet e kemi bë Kur'anin të lehtë, po a ka kush përfiton prej tij? E Kur'ani është i lehtë mas pari në shprehjet e tij për lexim edhe për mbamendje. Kur'ani është i lehtë në shprehjet e tij për lexim edhe për mbamendje, kjo e para. Edhe e dyta është i lehtë me u kuptu, që pastaj me pas mundësi me meditu edhe me pas mundësi me punu në bazë të asaj që na ka porositë Allahu xhalla xhelaluhu. Është ajet shumë e rëndësishme, i cili përmendet 4 herë në jetën sure. Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikr fa hal min mudakkir. Pastaj flet edhe për Adin edhe për Thamudin. Në vazhdim thot kadhabat 'adun fa kayfa kana 'adabi wa nudhur. E ka përgënjeshtruar edhe populli i Adit, cilët kanë jetuar në Yemen, të dërgumin e tyre i cili ka qenë Hudi alayhis salam. Edhe thot fa kayfa kana 'adabi wa nudhur. I thret me kast me meditu. Me mendu se si ka qenë dënimi Allahu xhalla xhelaluhu dhe si ka qenë kërcënimi Allahut për ta. Që me marë mësim edhe me besu Allahun, mos me gjetë e njëjta që i kanë gjetë edhe kundërshtarët e pejgamberëve të tjerë para pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam. Edhe tregon se si ka dënu këta njerëz. Inna arsalna alaihim rihan sarsaran fi yawmin nahsin
mustamir. Allah azza wa jalla u ka dërguar një erë të fortë, e cila ka qenë e ftoftë edhe ka pas një zonë shumë të bezdisshëm. Në një ditë të keqe edhe të neveritshme. Kështu thot Allahu xhalla xjalaluhu, edhe kjo ditë, edhe kjo kohë ka qenë e neveritshme edhe keqe edhe bezdisshme, edhe ka filluar dënimi prej aty për këta njerëz deri në ditën e gjykimit kur të hyjnë në xhenem, edhe pastaj deri në pafundësi. Tanzi'u an-nas ka'annahum a'jazu nakhlin munqa'ir. Kjo eri ka ngrit njerëz lart sikur se të ishin trupa të hurmave. Edhe pastaj i ka përplas sikur se të ishin trupa të hurmave të shkullura, ka ngrit era nalt dhe pastaj i ka përplas për tokë saqë ju ka nda njerëzve edhe koka prej trupit tyre. Kjo ka qenë dënimi që kanë pas ky popull. Fe kejfe kane adhabi wa nudhur. Pra pyet Allahu xhalla xjalaluhu se si ka qenë dënimi i tij, meditoni o me kas. Po edhe njerëz të tjerë krejnë përgjithësi që lexojnë Kur'anin, si ka qenë dënimi edhe vërejtja e Allahut apo kërcënimi i Allahut për këta njerëz. Wala qad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikr fa hal min mudakkir. Përsëritet ajeti dhe thot Allahu që me të vërtetë Kur'ani është shumë i lehtë në shprehjet e tij për mësim, për mendje, për lexim, po edhe në kuptim ti është i lehtë. Është shumë i lehtë për meditim, është shumë i lehtë për punim me ta, po a ka dikush që merr mësim dhe i përgjigjet Allahu xhalla xjalaluhu. Pastaj flet për popullin e Salihut alayhi salam, Thamudin. Kadhabat Thamudu bin nudhur. Edhe populli i Thamudit, populli i Salihut alayhi salam, i kanë përgjigjëstruar vërejtjet edhe kërcënimet që i ka pas i dërguari i Allahut për ta. E na dim që kushdo që e mohon një pejgamber, vetë se i ka mohu krejt pejgamber, nga sa ata krejt kanë ardhur me të njëjtën thirrje, me thirrjen në tauhid. Thot Allahu xhalla xjalaluhu në surën Ash-Shu'ara, kadhabat qaumu Nuhin al-mursalin. Me të vërtetë populli i Nuhut i kanë mohu dhe i kanë përgjigjëstruar krejt të dërguarit. Edhe pse Nuhu a.s. ka qenë dërguari i parë, dhe ata s'kan pas dërgum tjetër përveç Nuhut a.s. Po me mohimin që kanë pas ndaj tij, i kanë mohuar edhe pejgamberët e tjerë cilët e kanë pas po të njëjtin mesazh. Faqalu abasharan minna wahidan nattabi'uhu inna idhan la fi dalalin wa su'ur. Kan thonë me mendje madhësi, a veç një njeri në mesin tonë na me pasu? Subhanallah, çfarë mendje kanë pas? Kanë pasu idhuj, kanë adhuru idhuj, kanë bo shirk ndryshëm, me gurzje, me pemë, me çka më, subhanallah, kur Allah i ka qu dërgum në mesin e tyne, kanë thona, veç një njeri që të njeri në mesin tonë që u zgjedh na me pasua. Faqalu abashara minna wahidan nattabi'uhu inna idhan la fi dalalin wa su'ur. Me të vërtetë na në këtë rast nëse pasojmë jemi në një humbje apo në një marrëzi apo çmenduri të madhe. E ulqiya dhikru alayhi min baynina bal huwa kadhabun ashir. A bash këtij në mesin tonë pas ka ardhur shpallja thonë. Me mendje madhësi. Na than fillim sikur të kishin dashur njerëz me besu, ju mjafton Kur'ani, ju mjafton çaj pejgamberi i cili është dërgu, ju mjafton çaj libër cilën e kanë trashëguar. Po këta e ulqiya dhikru, a bash qitina në njerëz në mesin tonë? Bel huwa kadhabun ashir, kanë thonë që është gënjeshtar i madh dhe rran shumë shpesh, edhe është mendje madh shumë i madh. Ndërsa çka ju kanë thonë pejgamberët, njerëzit cilët i kanë mohuar, na tregon Allahu azza wa jalla në surën Ibrahim, qalet lahum rusuluhum in nahnu illa basharun mithlukum. Na nuk jemi diçka tjetër, veçse të dërguam prej Allahut, a mo jena njerëz sikur se jo. Walakin Allah, përse me të vërtet Allahu xhalla xjalaluhu yamunnu ala man yasha'u min ibadihi. Përse me të vërtet Allahu kanë dënë prej robëve të tij zgjedh edhe u jep prej mirësive të tij. I ngrit, domethënë pejgambert. Allah azza wa jalla ju thot se ya'lamuna gadan man al-kadhabu al-ashir. Do ta dinë nesër, që është për qëllim dita e gjykimit. Edhe ky ajet aludon që lejohet me thonë nesër për gjanat që janë në të ardhmen. Se Allah thot se ya'lamuna gadan, do ta dinë ata nesër, është për qëllim dita e gjykimit, man al-kadhabu al-ashir, kush është ky gënjeshtar kaq i madh dhe kaq mendje madh. Inna mursilu naqati fitnatan lahum fartaqibhum wastabir. Allah tregon sprovën që u ka dërgu popullit të Salihut alayhis salam. Thot ne po e dërgojmë juve një deve, edhe po e nxjerrim atë deve prej një shkëmbi. E që kjo ka qenë kërkesë e këtij popullit për pejgamberin e tyre. Që të jetë testim edhe sprovë për ta, po besojnë apo po mohojnë.
inna mursilu naqati fitnatan lahum, si sprov për ta. Fartaqibuhum wastabir. E ti o Salih, bë sabër, nëse ata të mundojnë diçka, prit, edhe rregati edhe këqyre se çka ka më ndodhur me ta. Wa nabbi'hum anna al-ma'a qismatun bainahum. Kullu shirbin muhtadar. Edhe të regoj aty në o Salih, lajmërej ata se uji i bunarit që kanë pas ata, Allah ka da në 2 pjesë. Edhe kalon që një ditë me pi deveja, edhe një ditë me pi ata. Mos më nxon rani kërkush kërkujna. Mirë po as këtë urdhër, ai popull nuk e ka zbatu. Fanadau sahibahum fata'ata fa'aqar. Edhe kanë thirrë një prej mesin e tyre, një njeri që ka qenë mesin e tyre, që ka qenë prej njerëzve më të këqij thuhet, edhe i kanë thonë me prekë deve, me vrarë deve, edhe e ka prej dhe ka vrarë deve. Thuhet që ka pas emrin Qaddar ibn Salif. Fa kayfa kana adhabi wa nudhur. Prapë Allah thot, merrni mësim prej dënimit dhe kërcënimit tim që kum pas për këta njerëz. Merrni mësim edhe dijeni se dënimi i Allahut është tepër i rëndë, dhe se kërcënimi i tij apo premtimi i tij me kërcënim është premtim i vërtetë dhe i saktë. Inna arsalna alejhim sayhatan wahida fakanu ka hashimil muhtadhir. E tregon se si ka dënu, thot ne kemi lëshu kundër tyre një ushtim apo një britëm të madhe, e cila i ka shkatruar ata. Edhe ata u bën sikurse shtroi vathi e kalbur, sikurse mbeturin e ushqimit të kafshëve, domethënë që ushtrohet. Jam bëu kështu. Allahu xhalla xhelalu thot: "Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikr fa hal min mudakkir." Me të vërtetë ne kemi lehtësuar shumë këtë Kur'an për lexim, për mbamendje, për meditim, për bindje ndaj tij dhe për marrje mësim prej tij, po ka kush që merr mësim edhe ka kush që mediton. Me kaq përfundon ky ders, inshallah në dersin e radhës vazhdojmë këtu ku kemi mbet deri në përfundim të surës Al-Qamar. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.